أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل الرسالة وبلغ الأمانة نصر الأمة ما من الله تمشروست مشبرست باقي مشي الله تشوف دي بروفيتين تون محمد sallallahu alaihi wasallam, paqja mëshira Allahut qoftë mbi gjithë njerëz që pasojnë udhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Këto ditë janë ditët e dhikrit, ditët e madhërimit të Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Nuk do të thotë se ne e adhurojmë Allahun xhelle xhelalu vetëm në këtë ditë, ama janë disa ditë veçanta që njeriu do t'i japi forcë edhe ma tepër që të bëjë ibadet ma tepër. Nëse inshallah me lejen e të Madhit Zot është dita e Arafatit ose dita e Arifës, si njihet popullatën tonë, është dita më e mirë e dynjas. Ashtu siç thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, khairu yawm yawmu Arafa. Dita më e mirë është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është dita më e mirë, nata e Kadrit është nata më e mirë. Lejletul Qadr khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë sa 1000 muaj, flasim për Ramazan. Pra, është dita që e ka veçu Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Sa ka transmetime tjera të profetit alayhi salatu wasalam që e veçojnë ditën e Arafatit, duke thënë është dita që zbret i madhi Zot xhelle xhelalu me madhështinë e tij, i madhi Zot zbret në qiellin e parë. Se ka transmetime që thot dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu krenohet me robët e tij. Krenohet, thot, i krenohet me laçeve, thot, shikoni robët e mi, o me laçe flasim edhe për njerëzit që janë në Arafat, haxhit që janë në Arafat. Pra, ka transmetime tjera profeti alayhis salam, veçoria e mira e ditës Arafatit tjetër kush është? Agjerimi. Nëse këto ditë të muajit haxh, ditët e para të muajit haxh na kanë kalu dhe s'kemi agjeru dhe një ditë, atëherë mos ta humbim mundësinë e agjerimit të ditës Arafatit. Mos ta humbim këtë mundësi. Problemi është i popullatës tonë ose dhe i grave në veçanti që ditën e Arafatit e kalojnë duke punu punë shtëpie, duke u përgatit për Bajramin. Nuk po them se jetë ke bo gabim. Po të shikosh veçoritë e ditës Arafatit dhe nëse ne nuk fokusohemi në ibadet, atëherë kemi humb shumë. Kemi humb tepër. Pra, nuk po thot njëri mundet ta menaxhosh edhe punën e shtëpisë, në njëjtën kohë mundesh edhe ibadet të bësh. Sepse duke i pa gjithë të veçori të mira ditës Arafatit, për Zotin është gjuna të kaloj kjo ditë pa i dhënë zort, pa sakrifiku, pak me kohën tonë edhe me vetvetin tonë. E profeti alayhi salatu wasalam thot, agjerimi ditës Arafatit, kush agjeron ditën e Arafatit, çka shpërblimi ka? Se shikoni çdo punë që ne e bëjmë, është shpërblim të Allahu subhanahu xhelle xhelalu, shpërblehesh. Nuk ka punë që muslimani që njeriu e bën për hir të Zotit madh xhelle xhelalu mos shpërblehet. Çdo punë shpërblehet te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Shpërblimi i agjerimit të ditës Arafatit kush është? Shpërblimi i ditës Arafatit, thot profeti alayhi salatu wassalam, falen 2 vjet gjunahe. Gjunahet e vitit kalum dhe gjunahet e vitit ardhshëm nëse Zoti na ka dhënë jetën. Kjo çka do të thotë që sado ti përpiqesh mos bësh gjunahe, bjen prehej gjunahet. Tani imagjino ti viti që ka kalu, sa gjunahe janë regjistruar. Sa gjunahe kemi bë,
ato gjunahe që ne i dim, po ka gjunahe që si dim, sepse ka punë që ne bëjmë gjunahe dhe kujtën që nuk janë gjunahe dhe faktikisht shkruhet si gjuna. Prandaj mundësi është që me agjeru ditën e Arafatit, kjo është për jo haxhit. Për ato që janë haxh, nuk agjerojnë. Ne që si jemi në haxh, është mirë me agjeru, nuk po thotë është farz, ama shifni shpërblimin. A nuk ja vlen me agjeru një ditë. E di që është ditë e gjatë, e di ndoshta është e nxehtë. Ama ne kemi thënë dhe kemi përmend atë hadithin e profetit alayhi salatu wasalam, i cili thotë kush agjeron një ditë për hir të madhit Zot, thotë Allah azza wa jall ka më largu fytyrën për zjarrit të xhehenemit 70.000 vjet. 70.000 vjet. Pra agjerimi i ditës së Arafatit falen 2 vjet gjunahet. Me lejen e Allahut subhana jalla jalalu. Shikoni veçori tjetër të ditës së Arafatit. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, khairu dua yawm Arafa. Duaja më e mirë kur është ditën e Arafatit. Duaja më e mirë ditën e Arafatit. Kështu që njeriu e duhet ta shfrytëzojë këtë ditë duke bërë dua, sepse profeti alayhi salatu wasalam na ka lajmëruar që thotë duaja më e mirë që bëhet është ditën e Arafatit. Dhe inshallah pranohet Allahu subhanahu jalla jalalu. Dhe ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, dhe duaja ose dhikri më i mirë që kam thënë unë dhe pejgamberët përpara kush është? Thush la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Besoj se secila për ju e din. Secila për ju e din. Tani dietarët çka thonë? Është mirë ta thush, sepse profeti alayhi salatu wasalam na ka udhëzuar dhe ka thënë thuajeni këtë dua, këtë dhikr, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Masi e thu këtë, thon dietarët lutu. Kërkoj Zotit madh xhelle xhelalu çka doj shpirti yt, çka halli brenge, sikleti që ti ke, kërkoj Allahut subhana xhelle xhelalu për mlidhi duat e tuja në këtë ditën e Arafatit. Dhe nga një herë ne shikojmë veten që kemi aq shumë dua me bë, dhe aq shumë siklete dhe derte të kësaj dynjas që kemi, dhe nuk dim përpara me çka të lutemi. Dhe gjithashtu dietarët na udhëzojnë, thotë bëjnë sa më shumë lutjen që është përmend Kur'anin Kerim, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë dynja, na jep të mira në ahiret, dynjan tjetër dhe na ruaj prej zjarrit të xhehenemit. Kjo dua që është përmend në Kur'an i përmbledh të mirat e dynjas dhe të mirat e dynjas tjetër. Pra dita e Arafatit, thot profeti alayhi salatu wasalam, është duaja më e mirë që bëhet është ditën e Arafatit. Çka duhet bëjmë tjetër? Lexim Kur'anin, namaz, lutuni Allahut subhana xhelle xhelalu sidomos kur tini në sejdë. Sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë më afër që është njeriu te Allahu kur është. Më afër ti je afër Allahut kur, në cilën gjendje je afër Allahut? Kur je në sejdë. Dhe kur je në sejdë, thot profeti alayhi salatu wasalam, lutuni Allahut kur jeni në sejdë. Pra mos ta harxojmë ditën e Arafatit duke u përgatit, na kaloj gjithë dita. Unë e kuptoj. Jam e vetëdijshme se si fena, si bashorte, si nana, si prind që jemi, kemi ato obligimet dhe ato punët e shtëpisë, përgatitjet për Bajram. Për përgatitja për Bajram nuk do të thotë që ne ta harxojmë ditën e Arafatit vetëm duke u përgatit për ditën e nesme të Bajramit. Unë jam e vetëdijshme që secila prej nesh për ditë pastron. Secila prej nesh për ditë rregullon. Kështu që pastaj unë jap një këshill tjetër. Jap një këshill tjetër që momenti që ti je duke pastru, momenti që je duke gatu, momenti që je duke bë punë të shtëpisë, bëja atë ibadet që është për ibadeteve të mëdha. Çfarë ibadeti të bësh? Dhikr. Përmendjen e Zotit.
Thush Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Jetu fshi, përmend Allahun. Jetu gatu, përmend Allahun. Për Zotin subhanallah, i madhrum qoftë Allah azza wa jall, i cili na ka bën dhikrin, ibadetin që peshon shumë rand dhe është shumë i dashur te Zoti, po ibadet shumë i lehtë me u realizu. Pse? Sepse dhikri nuk don ti të kthehesh ka kibla. Siç e falim namazin. Dhikri kur ti e bën nuk është patjetër të marrësh abdes. Dhikri nuk është patjetër të rish ul. Në cilën do gjendje qofsh, e përmend Allahun subhanahu xhalla xhelalu. Prandaj nuk është gabim, po është mirë që momenti që ti e duke gatu përmend Allahun. E di pse? Sepse ti merr shumë shpërblime. Shpërblimin se e duke gatu, shpërblimin se e duke bë dhikr, dhe merr shpërblime tjera dhe merr benefite tjera, çka? Ke bereqet në atë punë që ti e duke bë, çdo punë që bëhet me emër të Zotit. Çdo punë që bëhet me emrin Allahut dhe çdo punë që bëhet duke u përmend Allahu ka bereqet në atë punë. E para ke bereqet, po t'jepet edhe energji dhe fuqi. Fuqi shpirtërore dhe fuqi fizike. Për Zotin, dhikri, aq ibadet i mrekullueshëm është sa t'jep qetësi, fuqi shpirtërore dhe fuqi fizike dhe fizikisht të forcon. Si, unë ja them një ngjarje në kohën e Profetit alayhis salam me vajzën, me të bijën e Profetit alayhis salam me Fatimen radiallahu anha. Fatime radiallahu anha një ditë për ditëve i shkon Profetit alayhis salam. Babës vet, i ankohet. Është e lodhme prej punës. Nuk kanë pas. Kanë pas vështirësi ekonomike, vështirësi, jetën e kanë pas vështirë nga aspekti ekonomik. Dhe ka shku te Profeti alayhis salam, ju ka anku Profetit alayhis salam. Babës vet ka thënë, ka kërku ndihmë, ta ndihmoj. Profeti alayhis salam sipas transmetimeve i ka thënë, o bia ime, unë nuk mund ta jap hakin e tjetër kujt, është destinu caktu për tjetër kënd. Ikon Fatime radiallahu anha në shtëpinë e vet. Më mas i shkon Profeti alayhis salam. Thot, o bia ime, a tregoj diçka më të mirë që ti ke kërku? Tregon tash diçka më të mirë që ti ke kërku. Çka? Kur të bish me flet, përpara se me flet, thuj 33 herë çka? Subhanallah. Thuj 33 herë çka? Alhamdulillah. Thuj 34 herë çka? Allahu Akbar. E tash, për këtë e ka këshillu Profeti alayhis salam përpara se me flet, ti thot. E këtu dietarët argumentohen me çka? Thot, kush e bën këtë dhikr të spi? Përpara se me flet, thot, kur do ngrehet nesmën me lejen e Zotit, ka me qenë shpirtërisht, po edhe fizikisht i fortë. Sepse shifni, Profeti alayhis salam, çdo smundje ja ka dhënë terapin. Ajo, çdo smundje ja ka dhënë terapin. Kur dikush ka pas borxhe, ja ka dhënë duan e borxhit. Kur dikush ka pas diçka, e ka mësuar me diçka tjetër. Tash Fatime radiallahu anha për çka shkoi? Shkoi duke anku lodhjen e saj. Shkoi duke anku fukarallëkun e saj, dhe Profeti alayhis salam çka i tha? Unë do të tregoj diçka më të mirë se kjo. Që ti nëse e thu këtë 33 herë, Subhanallah, 33 herë, Alhamdulillah, 34 herë, Allahu Akbar, përpara se me flet, kur të ngrehet në sabah, kjo është mendimi dietarë, kur të ngrehesh në mëngjes, do kesh fuqi fizike dhe shpirtërore, do jesh mirë, por inshallah Zoti do t'japi bereqet dhe do t'japi risk. Me lejen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj, nëse ne jemi shumë të angazhuar me punët e shtëpisë, kjo nuk do të thotë që mos ta përmendim Allahun subhanahu xhelle xhelalu. Nëse je angazhuar duke u përgatit për Ramazan, për
bajramin të nesmen, lësho Kur'an dhe ndigjoje Kur'anin. Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Thot Allahu subhanahu jalla jalalu, dhe kur recitohet Kur'ani, ndigjojeni. Dhe mbani mendjen, dëgjojeni pse çka ndodhen, la'allakum turhamun. Ndoshta ju do të mëshiroheni. Do të thonë ti momenti që punon edhe ndigjon Kur'anin, e merr mëshirën e Allahut subhanahu jalla jalalu. Prandaj ditën e Arafatit ta shfrytëzojmë me ibadet. Pra i pam ato veçoritë të ditës Arafatit. Veçoritë e ditës Arafatit kush ishin? Që është dita më e mirë e dynjas. Është dita më e mirë kur bëhet dua. Është dita kur zbret i madhi Zot Xhelle Xhelalu me madhështinë e tij në qiellin e parë. Si zbret tek zbret nuk është puna jon, mos hym ka ato detaje. Ajo çka ka lajmëruar profeti alayhis salam është hak, zbret ashtu si zbret me madhështinë e tij Allahu subhanahu Xhelle Xhelalu. Dhikri më i mirë kush ishte ditën e Arafatit që na ka mësuar profeti alayhis salam, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra, veçoria tjetër e ditës Arafatit, kur i shikojmë ne ato haxhit me miliona njerëz të mbledh në një vend, në malin e Arafatit. Arafat çka do thot? Vjen nga gjuhë është arabisht, më u njoft. Tu ka transmetime ndryshme për sa i përket pse ka marrë emrin Arafat. Thuhet kur ka zbrit Allah subhanahu Xhelle Xhelalu kur ka zbrit Ademin alayhis salam dhe Havën prej xheneti janë taku në Arafat. Ka transmetime tjera që thuhet Arafat sepse njihen gjithë njerëzit në Arafat. Allahu e din më së miri. E ti kur i shikon njerëzit në atë vendin që janë mbledh në Arafat, të kujton diçka. Miliona njerëz, secili lutet për vetin e vet. Secili u drejtohet Allahut azza wa jall me dua. Secili ja shpreh brengën Allahut subhanahu Xhelle Xhelalu. Zoti ja mundësot gjithëve me përjetu ditën e Arafatit në malin e Arafatit, inshallah në haxh. Më kujton diçka çka? Më kujton ditën e mahsherit. Ditën e gjykimit. Ditën kur do dalim para Allahut subhanahu Xhelle Xhelalu. Ditën kur do dalim pra, më kujton Arafati, ditën kur do dal Allahut azza wa jall përpara. Ajo veshje e bardh ta kujton edhe qefinin. Ajo veshje e bardh ta kujton edhe qefinin. Ajo pamja atyre miliona njerëzve të kujton se si dhe dalim para të madhit Zot ditën e mahsherit, ditën e gjykimit. Në atë ditë që s'ka me bë dobi as njëri tjetrit. Nuk ka për të bë dobi as pasuria, as fëmia, përveç se nëse ke ardhur me zemrën e mirë dhe me punët e mira të Allahu subhanahu Xhelle Xhelalu. Dita e Arafatit, kur i shikojmë në haxhit në malin e Arafatit, na tregojnë që njerëzit para Zotit janë gjithë barabartë. Njerëzit para Allahut subhanahu Xhelle Xhelalu janë gjithë barabartë. Nuk ka dallim mes bardhit edhe të ziut. Nuk ka dallim, aty nuk shihet kush është profesor, kush është doktor. Kush është mjek, kush ka shkollë dhe pa shkollë, kretë ne i shikojmë gjithë njësoj. I shohim gjithë njësoj, aja. Pse? Sepse i madhi Zot thot në Kur'anin Kerim: Inna akramakum indallahi atqakum. Njeri më i mirë te Zoti kush është? Ai i cili ka devotshmëri, ai i cili e njeh dhe don Allahu subhanahu Xhelle Xhelalu. Ky është më i mirë te Allahu azza wa jall Xhelle Xhelalu. Pra, kur shikojmë në haxhit ditën e Arafatit, në malin e Arafatit, në fush, i shikojmë që gjithë janë barabartë dhe nuk i shikojmë nga aspekti kush është profesor dhe kush është doktor. Po gjithë janë barabartë Allahu subhanahu Xhelle Xhelalu. Pra, motrat e mia, le ta shfrytëzojmë këtë ditën e Arafatit me hajër, me të mira, me punë të mira, me ibadet, me dhikr, me dua, me lexim Kurani, me ndëgjim Kurani, me sadakaje, me punë të hajrit. Inshallah Zoti na mundsoft
bëjmë sa më shumë ibadet, Zoti na falt, dhe dita Arafatit mos harroj që është dhe dita që Allahu subhanen xhelle xhelalu nxjerr më shumë që nxjerr prej zjarrit xhenemit, që i çliron prej zjarrit xhenemit o dita Arafatit.